Unë përdu me të pytë, sepse është shumë e rëndësishme, ju keni kontribu ka gjatë, keni një rol ka të rëndësishme në ngritjen e rolit të infermjerve, duke ju falendëruar juve idejës, kontributit, punës së madhe që keni bërë në atë kohë, infermjerët sot edhe respektohen më shumë. Unë e thashë edhe në fillim të emisionit që janë heroj të heshtur, punojnë shumë, por nuk vlerësohen atë sa punojnë, as nga vetë mjekët, as nga vetë stafi mjekësor. A mendon tash po flas për kohën e tanishme, a mendon që roli i infermierit tash respektohet më shumë, vlerësohet më shumë? Gjithsesi po. Ka aty që Anifja mundet me vërtetu sepse është infermieri i terrenit. Unë mundem me mbështet atë pjesën që e sheh edhe nga studentët, sepse dallohet. Studentët kanë tjetër peshore. Okej. Edhe ajo peshore e tyne shpesh herë po keq përdoret në të vërtet, po mandej po e shohin vetë, po korrigjohen, besoni. Kështu që besoj që ata unë spakut personalisht nuk kom pas asnjëherë vrejtje në sjelljen e studentëve. Po. E din çka dojnë. Unë njihem si një profesoreshe cila ka pas kritere, edhe rregulla, ato kritere pak më vështirë i kanë përqafu, e mandej vete kanë pa. Anifja e din cilët prej studentëve janë veç tash me studimet PhD, do më thonë studimet e doktoratës, në fushën e infermierisë. Para 20 vjetë mi pas thonë dikujt këto, kishon që jam une pak si heret në këto punë, po që kjo është unë mendoj që ja ke dalë, profesorisht, se këto kritere, këto rregulla, këto ambicje tuajat e kanë prunë në një dimension tjetër infermierin. Se krejt këta që i keni intervistuar, do t'i intervistoni edhe keni me mesi, unë e di që gazetaria e jonë është shumë brapa sa çka duhet me bë, po megjithatë duhet me bashkëpunu. Po, e vërtet, është si në çdo profesion tjetër, si çdo profesion. Me kohë që këta studentët tash është dekane ushtruese, do më thonë është dekan në të vërtet, para përfundimit të studimeve të doktoraturës, e kemi të tjerë. Të shumt. Për shembull, Naimja është një prej të parave e cila e ka kuptu mesazhin që unë në çdo ligjërat kur kom hyrë me studentat e infermierisë, kam përveç këshillave të ndryshme që kërkojshin shpjegime s'diçka, ju kom thënë regjistroni nëse nuk e keni të regjistruar ose nuk dini, ose anglishtën që është gjuhë ndërkombëtare, ose gjermanishtën që vlen për tregun gjermanofols. Po. Dhe që janë mundësi shumë të mëdha. Aty kam pa, kur kanë shku jashtë dhe në universitetet e tjera, kam pas mentorë krejt, sa në të vërtet duhet shumë me punu njësoj, si për fakultet mjekësisë, si për infermieri.